Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 20 deri në datën 26 shkorik. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, sepse ende s'ka përfunduar kjo javë, videot e muajt, sepse aty përfshihet i gjithë muaj, dhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë në lidhje me shenjën e parë, që është shenja e Dashit, dhe shohim energjinë që do na vi. Erdhi një energji fantastike, doron 4 letra. Atëherë është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju shoh që ju do vini një drejtësi, do të jepni zgjidhje në lidhje me një dashuri, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por shoh zgjidhje të situatave. Vënje në një drejtësie dhe të gjithë ata që kanë të bëjnë me gjykata, me çështje dhe situata të ndryshme, shoh një fitore, një sukses. Fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para. Për një pjesë tjetër, ju do të jepni zgjidhje në lidhje me një udhtim. Mund të jetë një udhtim i shkurtër, mund të jenë pushimet që do bëni gjatë kësaj periudhe, por gjithsesi, shoh që çfarëdo që të keni gjatë kësaj jave, ju do harrini ta zgjidhni, sepse fati do jetë në anën tuaj dhe do të jepni drejtim gjithçkaje. Dhe do dilni me sukses dhe me fitore në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Këtu ka lidhje dhe me dokumentat në çështje gjyqësore për një pjesë tjetër, por edhe në çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me studimet, me shëndetin, për disa të tjerë. Dhe shoh që në fund të javës duhet keni pak kujdes, sepse shoh që do keni paqartësi, frikra emocionale, por më tepër shoh që mund të keni prapaskena. Në lidhje me këtë përparim, me këtë fitore, me këtë sukses që do keni, janë persona që ju qëndrojnë afër, por janë persona që mbas shpinës tuaj ndoshta mund të bëjnë fashetem ose mund të bëjnë dhe prapaskena në lidhje me ju. Gjithsesi është një javë fantastike. Atëherë kjo ishte për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Denit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Edhe pse kemi dhe diellin që do hyj të shenjë Luani datën 22 korik. Dhe ju shoh që keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës. Ju dëshironi ose jo dëshironi, por do bëni një fillim të ri gjatë kësaj jave. Shoh që do t'i lini problemet mbrapa në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme dhe do dëshironi që të çoni gjërat para. Keni lajme të mira, mund të jenë lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me familjen, me pushimet tuaja. Shoh që keni kaluar një lodhje shumë të gjatë për një kohë të gjatë, por gjithsesi ju shoh që do t'i lini mbrapa, ndoshta do shkoni dhe me pushime do t'ju qetësoj kjo gjë, por në fund të javës ju shoh që ju mungon një dashuri, mungon një person, ose ju mungon dashuria. Për një pjesë tjetër mund të jeni në një situatë ku ju do të shpenzoni shumë dhe do ndiheni me pak para në duar dhe kjo gjë do t'ju bëj pak që të mërzitur. Ndërsa për pjesën tjetër duhet keni kujdes në lidhje me shëndetin tuaj, por edhe në lidhje me lodhjen e madhe fizike, sepse ju shoh që keni kaluar për një kohë të gjatë, jeni ndirë shumë të lodhur. Mund të jeni të ndirë të lodhur në lidhje me një dashuri. Sepse shoh që është një dashuri ku është kapur nga dy persona, por ju jeni në një zonë më të errët se personi tjetër, ose mund të jetë dhe e kundërta. Më thënë, kjo ka lidhje më shumë me probleme, mund të jenë problemet e vendit punës, në familje për një pjesë tjetër, probleme në lidhje me një lodhje të gjatë fizike,
me disa para, me mungesë parash që mund të keni pasur, por që ju dëshironi t'i çoni gjërat para. Dhe në fund të javës thjesht dilni nga kjo energji sepse ju shoh që jeni përqendruar te mungesë dashurisë, mungesë parave, një lodhje fizike. Kjo mund të ketë lidhje edhe me punën, por edhe me situata dhe çështje të ndryshme që keni. Gjithsesi, është një javë e mirë sepse ju bëni fillime të reja, merrni lajme të mira, do lini mbrapa këto probleme, thjesht në fund të javës do ndiheni pak në këtë energji. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kanë dalë 4 letra, gjithsesi do t'i shohim. Keni të bëni me energjinë e shenjës së Luanit, dhe kemi diellin që hyn në shenjën e Luanit, me energji të shenjave të Zjarit, energjinë e shenjës së Demit, por edhe të Peshores, por dhe energji të shenjës së Dashit. Për gjithë ata që kanë lidhje me këto shenja, ose mund të keni dhe ascendenten ose hënën këto shenja. Gjithsesi shkoj që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, mund të jenë sfida në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, mund të jenë sfida në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Gjithsesi, ju shoh që ju gjeni forcën për t'i lënë mbrapa të gjitha këto dhe për të bërë një fillim të ri. Dhe shoh që e keni kapur fort të fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ku shoh që keni shumë pasion, mund të jetë një shtatzani për pjesën tjetër, sepse shoh përsëri fillime të reja këtu. Por mund të jetë një fillim i ri në punë, një kontratë, një partneritet, një bashkëpunim. Ju shoh që çfarëdo që të filloni gjatë kësaj jave, shoh që do marrë zhvillime shumë të mira në lidhje me ju, sepse kemi planet Jupiterin këtu. Gjithsesi, unë shoh që merrni iniciativa. Mund të lidhni një kontratë, mund të merrni iniciativa në lidhje me një njohje, me një dashuri të re, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju shoh shumë mbrojtës ndaj familjes. Në rastin tjetër, një pjesë prej jush mund të keni lidhje me shtetin, situata, çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin. Por gjithsesi unë shoh që është një fillim i ri që merr zhvillime të mira dhe mbas këtyre fillimeve që do bëni, unë shoh që do jeni në një pozicion perandori dhe do merrni iniciativa në lidhje me gjithçka, me çfarëdo lloj situate që ju mund të keni. Është një javë fantastike. Keni kontrata të ndryshme gjatë kësaj jave, e shoh shumë fort, por ju shoh që do jeni më autoritar, do jeni edhe në një pozicion ku ju dëshironi t'i bëni gjërat, jeni të parët për t'i bërë gjërat, por edhe ju shoh që do jeni do merrni iniciativa ekonomike, iniciativa në partneritete, bashkëpunime të ndryshme në lidhje me gjithçka. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjinë që na vjen, kemi energji të shenjave të Zjarit, kemi kartën e gjykimit, kemi dhe energji të shenjave të Zjarit përsëri. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, shoh një fitore, një sukses, shoh udhëtime gjatë fillimit të javës, por ju mund të jeni të suksesshëm në lidhje me një dashuri, në lidhje në një udhëtim, mund të njihni një person aty. Për pjesën tjetër, shoh që mund të keni sukses te vendi punës nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me familjen. Gjithsesi, shoh një sukses në lidhje me ju në fillim të javës, do jeni duke festuar, do ketë persona që do t'ju mbështesin, por do ketë dhe persona që nuk do t'ju mbështesin në këtë sukses që ju do keni. Në mesin e javës, ju do merrni vendime të rëndësishme. Dhe këto vendime kanë lidhje me një njohje, lidhje me një shkëputje që mund të keni, me një distancim që mund të keni me personat që keni në jetën tuaj.
Gjithsesi shoh që do merrni vendime të rëndësishme, mund të kenë lidhje me punën, me udhëtime të ndryshme, por edhe me gjithçka tjetër që ka lidhje me familjen. Dhe në fund të javës shoh që ju merrni vendim në lidhje me një komunikim, në lidhje me një person. Dhe është një komunikim që do ta realizoni nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale. Në një rast do merrni një lajm të shpejt, do veproni shpejt dhe ju shoh që ju mund të jeni dhe në udhëtime si në fillim të javës dhe në fund të javës. Për pjesën tjetër shoh që do keni lajme të mira në lidhje me vendimet që ju do merrni. Mund të jenë vendime që kanë të bëjnë me punën tuaj, me fëmijët tuaj, në lidhje me anën ekonomike, por shoh që mbas marrjes së vendimit do keni lajme shumë të mira, do veproni shumë shpejt, do të jepni një drejtim më të mirë gjërave dhe ju shoh që këtu do jeni edhe ndoshta duke aplikuar edhe në lidhje me vende pune për një pjesë tjetër, duke prenotuar diçka për të shkuar me pushime për disa të tjerë. Gjithsesi është një javë fantastike, sukses fitore, vendime të rëndësishme, një komunikim shumë i mirë si në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, njohje të reja nëpërmjet internetit. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi do shohim energjinë, dielli hyn në shenjën e luanit datën 22. Dhe ju hyni në muajin tuaj dhe ju uroj gëzuar ditëlindjen të gjithë ju të shenjës së luanit. Gjithsesi për ju është një energji shumë e bukur që do vi, sepse jemi hyni në muajin tuaj. Gjithsesi, fillojmë leximin. Keni të bëni me energjinë e shenjës së Akrepit. Keni të bëni me energjinë e shenjës së Briciapit dhe kemi kartën e gjykimit. Ju i jepni fund vështirësive që keni kaluar deri në këto momente. Shoh që mbyllni diçka, psoni një transformim shpirtëror, ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj. Por janë ndryshime që ju do t'i bëni fal mësimeve që keni marrë në çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur. Mund të keni pas të bëni me njerëz toksik, mund të keni pas të bëni edhe me varësi të ndryshme për një pjesë tjetër, dhe unë shoh që do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave. Për të ndryshuar gjithçka që doni të ndryshoni në jetën tuaj dhe për të sjellë atë stabilitetin e madh që ju do dëshironi. Gjithsesi mund të keni plagë të hapura nga e kaluara, është një periudhë që drejt shërimit, sepse jemi te energjia, kemi Plutonin këtu, drejt shërimit, drejt të ndryshimit të mëdha, ndryshimeve të mëdha, si në punë, në anën ekonomike, në lidhje me studimet, në lidhje me ndoshta me vendin ku jetoni për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë shoh që mbyllni një histori të kaluar. Mund të ketë qenë diçka që ju ka krijuar shumë tension në lidhje me këtë person dhe shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me personin, të gjithë ata që janë distancuar, që kanë një shkputje me personin ose janë në një distancë të gjatë, shoh që merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave. Vendime në lidhje me ndryshime të mëdha që ju kërkoni në jetën tuaj, sepse shoh që ka qenë një lloj karme, ju keni marrë mësim nga vështirësitë që keni kaluar dhe ka ardhur momenti ndoshta i një shërimi për një pjesë prej jush, i një pjekurie për pjesën tjetër, por edhe një dëmshuri që do t'regoni gjatë kësaj jave në lidhje me çfarë do lloj situate. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kemi energjinë e shenjave të ujit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjës së Briciapit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Është një fillim jave fantastik, ju shoh shumë
entuziast, shumë të gëzuar, duke festuar, karizmatik, dhe dëshironi që të investoni në një dashuri. Ose ju të investoni për të bërë një njohje të re, ose të investoni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi ju shoh që merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave në lidhje me persona që keni distancuar, në lidhje me një person që ju mund të jeni në një shkëputje, ose një person që ju mund të keni një distancim emocional, dhe aty do merrni vendime të rëndësishme. Dëshirojnë të investoni përsëri tek ky person. Ndërsa për pjesën tjetër, ndoshta kaloni në fillim të javës shumë mirë, do ndiheni shumë entuziast, shumë të gëzuar, me lajme të mira, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të merrni një vendim në lidhje me dashurinë. Për pjesën tjetër, shoh që do merrni vendime në lidhje me anën ekonomike. Mund të filloni një punë tjetër, të dytë, ju mund të dëshironi të rrisni të ardhurat, edhe aty mund të kërkoni një rritje rroge. Gjithsesi jeni me vendime, mund të jenë vendime në lidhje me fëmijën tuaj, në lidhje me punën, me anën ekonomike, me shtëpinë, me familjen, por mund të jenë edhe vendime në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, ose me disa situata që mund të keni pasur në marrëdhëniet tuaja, shkëputje ose diçka tjetër. Gjithsesi është një javë fantastike dhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë